Koçani. Më tej për informacione rreth kësaj tragjedie, do të na sjell kolegu i gazetar Flamur Gajtani nga vendi i ngjarjes. Flamur, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ka më shumë se 17 orë që një pjesë e qytetit Koçani, qytet lindor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është pa energji elektrike dhe edhe më tej pra është i rrethekuar nga policia e Maqedonisë së Veriut, kjo pas zjarrit shkatërrimtar që ra në orët e para të së dielës në një klub nate prapa nesh këtu në këtë qytet. Mirë po, shkuarja deri aty na është pamundsuar nga zyrtarët policorë gjatë gjithë ditës, në qenë se të njëjtit janë në vend ngjarjes që nga orët e para dhe kanë vazhduar edhe për gjatë ditës. Dhe vlen theksohet që gjithçka kishte nisur rreth orës 3 mëngjesit, kur në skenë kishte dalur për të performuar një rap grup i njohur me emrin DNK dhe në atë momente pra kishin filluar edhe ndezja e fishek zjarrave në skenë, gjë që çoi deri tek ndezja e pëlhurave që ndodheshin në tavanin e lokalit që dikur ishte magazin Qilimash, i shndruar në diskotek, dhe më pas zjarri u përhap shpejt dhe u bë i pakontrollueshëm. Vlen theksohet që në mesin e viktimave, pra 59 viktima janë nga ky rast dhe 155 të lënduar, në mesin e tyre ka nga mosha 17 deri në moshën 24 vjeçare, pra të gjithë të rinj të cilët kishin ardhur në këtë klub për të parë performancën e rap grupit, derisa vlen theksohet që jetën e kanë humbur edhe 4 anëtarë të këtij vendi, që besohet se sipas njoftimit të klubit në faqet zyrtare ishin duke dhënë ndihmë që personat pra të dilnin nga diskoteka. Objekti kishte 2 hyrje-dalje, në njërin për vizitorët dhe në tjetrën si hyrje VIP dhe ku hynin këngëtarët, mirë po që njëjta pra ishte pa mundur që dilnin gjithë nga momenti kur kishte rënë pra edhe zjarri. Nga të lënduarit, 70 janë transportuar me urgjencë për në spitalin e Koçanit dhe sipas drejtoreshës së saj, pra 35 prej tyre janë dërguar të vdekur dhe pjesa tjetër kanë marrë tretman mjekësor. Derisa sipas saj, nga vdekja dyshohet se këtë ardhur nga flaket, nga helmimi me monoksid karboni, por edhe mund të ketë qenë edhe nga ndyndja e njerëzve për dalur pra nga klubi kur kishin rënë flaket, derisa në ndihmë kishin dalur edhe spitalet rajonale, siç është spitali i Shtipit, ku rreth 40 persona gjatë ditës kanë marrë ndihmë mjekësore, kryesisht ata me lëndime më të lehta dhe me djegje të shkallës së parë, teksa të tjerët që kanë qenë me lëndime më të rënda dhe djegje të shkallës së dytë dhe të tretë janë transferuar për në Shkup dhe në spitalet e tjera rajonale dhe sipas ministrit Arben Taravari, ministrit të shëndetësisë, kanë qenë 155 qytetarë të cilët kanë kërkuar ndihmë për gjitha spitalet në Maqedoninë e Veriut. Prej tyre 22 tashmë janë dërguar në spitale jashtë vendit për tretman në klinika të specializuara për djegje, siç janë në Turqi, Bullgari, Greqi dhe Serbi, dhe që 6 të tjerë janë duke u përgatitur dokumentacionin për të nisur jashtë vendit dhe gjithsej 47 do të jenë pra që do të kërkojnë ndihmë jashtë vendit. Derisa gjatë ditës këtu në Koçani ka qëndruar edhe kryeministri maqedon Hristijan Mickoski, i cili ka vizituar vendin e ngjarjes edhe stacionin policor dhe prej ku ka thënë që qeveria e tij dhe shteti janë pranë familjarëve për të kërkuar drejtësi deri në çastin e fundit dhe për të zbardhur krejt atë se çfarë ka ndodhur. Më pas ka pasur edhe një konferencë në orët e vona, duke thënë që kjo ditë pra është ndër më të vështira të jetës së tij dhe që sipas tij ka përsëritur që aparati shtetëror, por edhe përgjegjësit do të dalin para drejtësisë. Vlen theksohet që hetuesit policor bashkë edhe me prokurorët e shtetit maqedon kanë qëndruar gjatë gjithë ditës në vendin e ngjarjes, ku kanë mbledhur provat për zbardhur se si ka ardhur deri tek zjarri, mirë po edhe për të parë se kush janë përgjegjësit. Deri më tani ka 10 të arrestuar, mirë po që më pas për më shumë detaje sigurisht që do të njoftohen ditëve në vazhdim, me qenë se ka pasur pretendime që i njëjti funksiononte pa licencë nga organet e Maqedonisë së Veriut dhe kishte pra lejen e punës të falsifikuar, të marrur me korrupsion apo mito, mirë po krejt këtu mbetin vetëm pretendime pasi nuk ka akoma ndonjë konfirmim zyrtar. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë bashkë me operatorin Valon Berisha edhe me tutje këto dhe për të cilur përshikuesit e Klan Kosovës si vetëm medium nga Kosova, krejt ato se çfarë ka ndodhur në Koçani prej mesdites edhe gjatë mbrëmjes, por edhe në ditën e nesërme. Mirë Flamur, të faleminderit shumë për gjitha këto informacione që solle për ne dhe për shikuesit tanë.